Gjatë kësaj jave në Kosovë ka qëndruar sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte. Ai është takuar me zyrtarët e lartë të institucioneve të Kosovës. Në këto takime ka marrë pjesë edhe ministri i mbrojtjes Ejup Maqedonci, me të cilin do të flasim për këtë çështje, por edhe për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës. Ministër, përshëndetje dhe faleminderit për kohën që erdhët për të dhënë përgjigje në pyetjet tona. Faleminderit për ftesën. Ministër, do të fillojmë nga ajo që ndodhi këtë javë së bashku me anëtarë të tjerë të qeverisë. Keni marrë pjesë në një takim me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte. Cilat ishin temat që i diskutuat? Po gjatë takimeve që kemi pasur me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte, është diskutuar një tërësi e temave, edhe nën temave që lidhen me sigurinë kryesisht, duke filluar normal nga aspekti global i sigurisë globale, që me të vërtetë po shihet që kohëve të fundit ka ndryshuar ambienti i përgjithshëm i sigurisë në botë, sidomos pas luftës në Ukrainë dhe pas agresionit rus më saktësisht në Ukrainë dhe tensioneve të vazhdueshme në lindjen e mesme, por edhe vatrave të tjera të mundshme të tensioneve ndërshtetërore, por edhe ndëretnike. Gjithashtu është diskutuar edhe çështja e sigurisë, pikërisht në Ballkanin Perëndimor, edhe me theks të veçantë në Republikën e Kosovës, normalisht nga ana jonë, si nga kryeministri, gjithashtu nga të gjithë ne, është paraqitur në vazhdimsi vendosmëria e vendit tonë për të ecur përpara në aspektin e antarësimit në NATO, por edhe për të kontribuar si pjesë e përpjekjeve të përbashkëta ndërkombëtare për paqe dhe stabilitet. Dhe vendi ynë tashmë e ka dëshmuar që është një partner kredibil i NATO-s, duke marrë pjesë në shumë aktivitete në mbështetje të luftës së Ukrainës, më saktësisht deri më tani bashkë me Ushtrinë e Shteteve të Bashkuara për Evropë dhe Afrikë, kemi realizuar 5 trajnime të ndryshme në lidhje me... Ministër, çka u tha nga zoti Rutte për sigurinë në përgjithësi në Kosovë? A kishte diçka të veçantë që u kërkua nga ju? A u tha diçka? Do të thonë, Kosova a është vend i sigurt, stabil tani? Pikëspori rëndësia e vizitës ndërlidhet me faktin që vizita e sekretarit përgjithshëm të NATO-s bashkë me ambasadorët ishte një mesazh i qartë për vendosmërinë e NATO-s për të kontribuar për paqen dhe stabilitetin në Ballkanin Perëndimor, dhe normalisht që ndër pikat që janë diskutuar nga sekretari i përgjithshëm ishte që edhe Kosova të jetë pjesë e këtyre përpjekjeve, si në aspektin politik dhe ashtu në aspektin e sigurisë, në mënyrë që të jemi kontribues për stabilitetin, sigurinë dhe paqen. Sa është e rëndësishme që KFOR-i të mbetet në Kosovë? Sa është e rëndësishme tani? Normalisht duke pas parasysh gjitha këto që u thanë në fillim të kësaj interviste, pra ambientin e përgjithshëm të sigurisë, ndryshimet e vazhdueshme të ambientit, aktorë të ndryshëm që synojnë destabilizimin e Evropës, por edhe destabilizimin në nivel global, vlerësoj që është e rëndësishme që KFOR-i të vazhdojë prezencën në Republikën e Kosovës, gjithmonë krah zhvillimit të kapaciteteve mbrojtëse të vetë vendit tonë, sepse pavarësisht prezencës ndërkombëtare, ne po vazhdojmë që të ndërtojmë kapacitetet tona për të qenë të afta për të mbrojtur territorin e Kosovës dhe jetën e qytetarëve. A mendoni se KFOR-i duhet jetë me këtë numër të ushtarëve që ka aktualisht, apo duhet varësisht nga situata të ketë rritje ose zvoglim të numrit, sepse kemi parë viten e kaluar kur kishim një sulm në Bajs, që erdhe një pranim ushtu numri i pjesëtarëve. Si mendoni ju tash? A duhet jetë me këtë prani të ushtarëve, apo duhet... Vlerësoj që numri i KFOR-it, pra numri i pjesëtarëve të KFOR-it që duhet të shërbejnë në Kosovë, duhet të jetë normalisht gjithmonë në përputhje me ndryshimet në aspektin e situatës, pra të sigurisë në region, jo vetëm në Kosovë. KFOR-i ka rritur prezencën shpesh herë gjatë këtyre 2 viteve, varësisht prej situatës si brenda vendit, po dhe varësisht gjithashtu prej situatës në nivel regioni. Vlerësoj që, e thash edhe më herët, ne bashkë me KFOR-in, bashkë me NATO-n, do të bashkërendojmë aspektin e zhvillimeve në fushën e mbrojtjes, pra krahas zhvillimit e kapaciteteve të mbrojtjes së vendit tonë, besoj që do të bëhet reduktimi i trupave të KFOR-it në Kosovë.
Mirë po gjithmonë kjo do të bëhet në bashkërendim dhe në komunikim të vazhdueshëm dhe KFOR-i aktualisht vlerësoj që me vetë prezencën në Republikën e Kosovës dërgon mesazh që trupat e NATO-s janë të vendosura për të kontribuar për stabilitet. A keni marrë ndonjë zotim për avancimin e Kosovës drejt antarësimit në NATO? Ne po vazhdojmë të ndërtojmë kapacitetet e ushtrisë së Kosovës. Po vazhdojmë e thatë ministër, a keni marrë deri më tash ndonjë gjë konkrete për afrimin ose antarësimin e Kosovës? Dje për shembull, kemi diskutuar me zotin Rytë? Normalisht në aspektin bilateral ne diskutojmë çështjen e antarësimit të Kosovës në NATO. Kurse në aspektin e diskutimeve me NATO-n, ne në vazhdimsi shohim, paraqesim pra vendosmërinë e Kosovës për të ecur përpara drejt antarësimit në NATO, gjithmonë kur kemi takime dhe diskutime me zyrtarët e NATO-s e prezantojmë këtë synim, këtë objektiv të vendit tonë dhe normalisht prezenca e NATO-s në Kosovë, e veçanërisht në Ministrinë e Mbrojtjes dhe Forcën e Sigurisë Kosovës përmes ekipit ndërlidhës dhe këshillues të NATO-s, është tregues që edhe vetë NATO po bën hapa konkret të përgatitjes së vendit tonë për antarësim në NATO. Ne kemi në kuadër të Ministrisë së Mbrojtjes dhe FSK-s një ekip të NATO-s që pikërisht është aty për të ndihmuar zhvillimin e kapaciteteve tona, mirë po edhe për të lehtësuar aspektin e ndërtimit të kapaciteteve për të mundësuar pranimin në NATO. A ndikon në raportet e Kosovës me NATO, madje edhe synimet e saj për antarësim euroatlantik, fakti që zyrtarisht NATO nuk e njeh FSK-n me mandatin ushtarak? Normalisht që kjo është një pengesë, mirë po antarësimi i Kosovës në NATO nuk ndërlidhet saktësisht dhe në veçanti vetëm me ushtrinë. Dihet që ka vende të NATO-s që nuk kanë fare ushtri, për shembull Islanda është ndër vendet që është pjesë e NATO-s, mirë po nuk ka forca të armatosura që janë të dedikuara për NATO-n. Pra është vendim politik dhe është vendim i sigurisë kolektive, mirë po ne besojmë që NATO në vitet në vim, ndoshta edhe më herët, do të vendoset në pozitën që të pranoj ndryshimet ligjore që janë bërë në Republikën e Kosovës në dhjetor të vitit 2018, përmes të cilave ushtrisë e Kosovës i jepet tamam mandat ushtarak. Kur mendoni se do të ndodhë një gjë e tillë, domethënë që të ndryshojë këtë qendrim NATO? Sepse më herët na thatë ministër që varësisht prej zhvillimeve dhe domethënë avancimit të forcës së sigurisë së Kosovës në bashkëpunim me KFOR-in, për shembull, Forca e Sigurisë së Kosovës nuk mund të kalojë të kryejë disa detyra në veri. Po ne jemi duke punuar bilateralisht me shumë shtete të NATO-s, shumica e vendeve të NATO-s e njohin FSK-n pikërisht me mandatin aktual, pra me mandatin ushtarak, duke filluar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mbretëria e Bashkuar, Gjermania, së fundmi edhe Italia përmes përditësimit të marrëveshjes që kemi bërë, Turqia, Kroacia, por edhe shumë vende të tjera të NATO-s komunikojnë dhe bashkëpunojnë me ne si me një Ministri të Mbrojtjes dhe me një ushtri të rregullt me mandat ushtarak, dhe kjo është tregues që ne po lëvizim në drejtim që edhe NATO në një të ardhme të afërt, pra të njohë këto ndryshimet ligjore, cilat pastaj do të japin mundësi Forcës së Sigurisë së Kosovës që të jetë më prezente në operacionet e përbashkëta të NATO-s. Ne së fundmi kemi bërë përditësime të marrëveshjeve, thash më herët, për shembull me Italinë, deri vitin e kaluar Italia nuk ka njohur mandatin ushtarak aktual të FSK-s. Vitin e kaluar kemi nënshkruar një marrëveshje ku ata njohin Ministrinë e Mbrojtjes si Ministri të Mbrojtjes, njohin edhe Forcën e Sigurisë së Kosovës me mandat të ri, por gjithashtu kemi ndryshime edhe me shumë vende të tjera të NATO-s. Pra kjo është gjitha një tregues që shumë vende të NATO-s janë duke lëvizur në drejtim të njohjes së ndryshimeve që kemi bërë dhe rrjedhimisht edhe NATO në tërësi vlerësoj që në një të ardhme të afërt do ta njohë FSK-n me mandatin aktual, Ministrinë e Mbrojtjes me mandatin aktual dhe do të ecim përpara në bashkëpunim. Për të shkuar më tutje rreth kësaj çështje, Rute dje ka thënë që duhet kompromise edhe me Serbinë për të ndryshuar kjo situatë? Nuk besoj që në aspektin e mbrojtjes, më saktësisht në aspektin e ushtrisë, do të kompromis me Serbinë.
ushtria është produkt i vendit tonë, i qytetarët të vendit tonë, është domosdoshmëri, dhe ne po zhvillojmë ushtrinë pavarësisht atyre mendimeve që mund të kenë vendet të caktuara se a duhet të bëhet kjo pas një përfundimit të një dialogu. Pra, për ne është shumë e rëndësishme që Shtetet e Bashkuara të Amerikës si partneri ynë kryesor strategjik, por edhe vendet kryesore të NATO-s po kontribuojnë në ndërtimin e kapaciteteve tona që t'jenë të afta për mbrojtjen e vendit tonë. Pra, ne jemi duke zhvilluar një ushtri që është sipas standardeve të NATO-s, ushtarak që shkollohen dhe edukohen në shkollat e NATO-s, që zbatojnë doktrinën e NATO-s, ne planifikojmë sipas standardeve të NATO-s, dhe gjitha blerjet ushtarake jemi duke i bërë pikërisht nga vendet e NATO-s. Ministër, vazhdimisht po e përmendim Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por SBA ka paralajmëruar mundësinë e zvoglimit të trupave në Evropë, madje ka pasur zëra dhe për largimin e saj nga NATO. Por në rast të një zvogllimi, a mendoni se kjo mund të prek edhe Kosovën? Prezenca e Shteteve të Bashkuara në Kosovë është në dy drejtime, pra si pjesë e përpjekjes së përbashkët të NATO-s, pra misionit të KFOR-it, por gjithashtu edhe si rezultat i angazhimit bilateral që Ministria e Mbrojtjes dhe Forca e Sigurisë Kosovës ka me ushtrinë amerikane, pra kemi një prezencë të dyfisht në Republikën e Kosovës, përmes angazhimit kolektiv, ndërkombëtar dhe përmes angazhimit bilateral që ne kemi me Shtetet e Bashkuara, deri më tani në gjitha sikur të jenë pjesë e NATO, sikur të ketë bashkëpunim bilateral. Gjitha takimet që ne kemi pasur këto muajt e fundit dhe ditët e fundit me zyrtarët amerikanë, por edhe me generalet dhe ushtarakët e lartë amerikanë, janë diskutuar çështje të ndryshme, mes tjerash ne kemi marrë gjithmonë konfirmime për vazhdimin e prezencës ushtarake të SBA-ve në kuadër të misionit të KFOR-it, por edhe në Kosovë në përgjithësi. Ministër, po themi, nëse ndodh diçka e tillë, a mund NATO të zaventësoj praninë e SBA-s me trupa të tjerë? Vlerësoj që ky vendim sigurisht do të jetë vendim që do të merret në Bruksel nga NATO. Unë besoj që NATO ka kapacitete të mjaftueshme për të reaguar dhe mbështetur operacione të ndryshme në mbar botën. Unë do të dëshiroja dhe secili prej nesh dëshiron që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të jenë gjithmonë pjesë e NATO-s, duke qenë edhe vendi i cili në fakt ka drejtuar NATO-n në gjitha përpjekjet për paqe dhe siguri në botë, mirë po në çdo ndryshim rrethane, në çdo ndryshim situate, unë vlerësoj që do të merren vendimet e duhura, mirë po e thash edhe më herët, ne gjithmonë duhet të fokusohemi në ndërtimin e kapaciteteve tona, të jemi të vetëqëndrueshëm në aspektin e mbrojtjes, jo sepse shoh ndonjë ndryshim në aspektin e prezencës ndërkombëtare në Kosovë, po sepse si shtet jemi të obliguar dhe si qeveri dhe institucione jemi të obliguara që të ndërtojmë kapacitete të mjaftueshme për të mbrojtur tërësinë territoriale të vendit tonë. Ministër, qeveria e Kosovës këtë javë ka miratuar në Parem një nismë për lidhjen e një marrëveshje korniz për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes mes Kosovës dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çfarë përfiton konkretisht Kosova në fushën e mbrojtjes nga një marrëveshje e tillë? Po kjo është marrëveshja e dytë në fakt që Ministria e Mbrojtjes dhe vendi ynë bën të këtij niveli me një vend të NATO-s. Marrëveshja e parë është bërë me Republikën e Turqisë në janar të vitit të kaluar, kurse kjo është marrëveshja e dytë, pra marrëveshje kornizë ushtarake, që nënkupton që është mbi këto marrëveshjet e bashkëpunimit të rregullta dhe mbi memorandumet e bashkëpunimit që realizojmë me vende të ndryshme, është më e thellë, dhe prej kësaj marrëveshje normalisht që vendi ynë do të përfitojë shumë. Duke pas parasysh. Çka përfiton konkretisht ministër, sepse kemi shumë marrëveshje të cilat janë bërë jo vetëm në ministrinë të cilën drejtoni ju, por dhe marrëveshje të tjera të ministrive ose të qeverisë së Kosovës, por një pjesë e tyre ose shkon shumë ngadalë ose mbeten të paralizuara. Çka konkretisht do të përfitojë Kosova? Në fakt në kuadër të kësaj marrëveshje janë të qartësuar dhe të specifikuara sakt gjitha aktivitetet e përbashkëta që do t'i bëjmë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra nuk janë të vendosur aktivitete pan afat dhe nuk janë të vendosur aktivitete të pazbatueshme. Është analizuar
jemi dakorduar thellë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjatë vizitës kur kam pasur në Departamentin e Mbrojtjes në janar. Çka përfiton Kosova konkretisht? Janë 5 fusha kryesore në cilat do të punohet. Spari, SBA dhe Republika e Kosovës, më saktësisht Departamenti i Mbrojtjes dhe Ministria e Mbrojtjes, do të angazhohen që të jetësojnë një program, cilin e kemi miratuar gjatë vitit kaluar, një rregullore që rregullon planifikimin, programimin, buxhetimin dhe ekzekutimin në Ministrinë e Mbrojtjes. Edhe Kosova është me sodi vendi i parë në region që aplikon këtë format të planifikimit që aplikohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra do të kemi mbështetjen e SBA-ve në implementimin e këtij programi, do të kemi mbështetjen e SBA-ve në ngritjen e aspektit të mbikëqyrjes civile, të planifikimit të mbrojtjes në Ministrinë e Mbrojtjes, gjithashtu në aspektin e ndërtimit të kapaciteteve strategjike. Përmes kësaj marrëveshje SBA do të ndihmojnë Kosovën për vlerësimin, sigurimin dhe prokurimin e sistemeve të mbrojtjes ajrore, pra konkretisht do të kemi mbështetjen e tyre për sigurimin e këtyre sistemeve për nevojat e Ministrisë së Mbrojtjes, gjithashtu të mbështetjes ajrore, më saktësisht të flotës ajrore, do të kemi mbështetjen e SBA-ve edhe në ndërtimin e kapaciteteve të këmbësërisë, siç e kemi pasur gjatë gjithë kësaj periudhe, do të kemi në vazhdimsi mbështetjen edhe të aspektit të radarëve edhe sistemeve të cilat janë paralajmëruese në aspektin ajror, por gjithashtu SBA-t do të vazhdojnë edhe në mbështetjen në edukim dhe trajnim që kanë bërë edhe më herët. Çfarë është pastaj tjetër? A bëhet fjalë për blerjen e të gjitha këtyre komisjeve apo? Në fakt do të ketë vlerësim me ekspertë të tyre, por edhe do të ketë lehtësim për Republikën e Kosovës dhe Ministrinë e Mbrojtjes për të prokuruar këto sisteme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do të punojmë bashkërisht gjithashtu në industrinë e mbrojtjes. Kjo marrëveshje parasheh edhe mundësinë që të bashkëpunojmë me SBA-t për bashkëinvestim në hapjen e fabrikave dhe zhvillimin e industrisë së mbrojtjes në vendin tonë. Do të kemi mbështetjen e Shtetit të Bashkuara të Amerikës, mbështetjen teknike, procedurale dhe me këshillim për antarësim të Kosovës në NATO, që gjithashtu është një ndër pikat që adresohet në këtë marrëveshje. Do të bashkë zbarkojmë me SBA-t jashtë vendit, do të thellojmë më shumë, pra e thash më herët, pjesën e edukimit dhe trajnimit. Kjo që e bët këtë javë është vetëm një nismë që do të vi pastaj edhe procedurat e tjera. Kur do të nënshkruhet kjo? Në fakt për mbajtjen e kësaj marrëveshje ne jemi dakorduar e thash më herët gjatë vizitës që kemi pasur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në janar. Tashmë jemi në fazën procedurale, pra kur do të ndjeken procedurat në të dy vendet për të ardhur te momenti i nënshkrimit që besoj që nuk do të marrë shumë kohë për të realizuar. Ministër, aktualisht jeni duke ekzekutuar pagesat për sistemet kundërajrore Javelin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për çfarë sasie bëhet fjalë dhe kur pritet të arrijë në Kosovë? Po vetëm është bërë publike sasia më herët, pra janë qindra raketa, pra kundërtank që Forca e Sigurisë Kosovës do t'i ketë në dispozicion si rezultat i marrëveshjes që kemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për blerjen e tyre, pra blerja e tyre është bërë përmes programit FMS, që nënkupton shtet me shtet, më saktësisht Departamenti i Mbrojtjes ka realizuar gjitha procedurat e prokurimit atje dhe ne jemi duke ekzekutuar pagesat. Ne presim që të kemi një sasi edhe gjatë këtij viti, jemi duke bërë diskutime për këtë çështje. Mirë po do t'i kemi patjetër në kohën kur këto sisteme do të jenë të nevojshme për plotësimin e kapaciteteve të Forcës së Sigurisë Kosovës. Çka është për të theksuar është edhe fakti që Kosovës nuk i mungojnë sot sistemet raketore antitank. Ne kemi prokuruar edhe nga vende të tjera sisteme të ndryshme raketore antitank që shpesh mund të jenë edhe të paraafërta me vetë sistemin Javelin dhe i është parë edhe gjatë aktivitetet të ndryshme
TFSK-s që këto sisteme janë testuar, me to është trajnuar dhe janë pjesë e inventarit. Nga cilat shtete forcës keni sigurisë bërë Kosovës. kërkesa ose prokurim si quani ju dhe çka konkretisht do të vi? Ne kemi bërë prokurime për shumë sisteme me disa vende, për çështjen e sistemeve raketore antitank, ne kemi bërë kontrata me kompani prodhuese në Turqi, por edhe në Gjermani. Një pjesë të këtyre sistemeve vetëm i kemi thash në Forcën e Sigurisë Kosovës, kurse normalisht sistemi antitank Javelin është dëshmuar si shumë efikas dhe shumë i nevojshëm për ushtrim. Keni përmend duket që gjatë këtij viti do të kemi. Ne kemi bërë diskutimet që ti kemi gjatë këtij viti të paktën një sasi për të vazhduar pastaj për të furnizuar me sasinë tjetër në vitet në vijim. Ministër, flasim pak edhe për të arriturat që janë bërë rreth transformimit të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Deri ku ka arritur ky proces? Dihet që plani tranzicionit të Forcës së Sigurisë së Kosovës është i shtrirë në një periudhë 10 vjeçare. Pra kemi pasur fazën e parë dhe fazën e dytë, cilat faza tashmë kanë përfunduar. Faza e parë ka qenë me fokus ndërtimin e kapaciteteve trajnuese, doktrinës, dokumentacionit dhe aspektit doktrinar në përgjithësi, për të kaluar në fazën e dytë, që ka qenë validimi i 3 regjimenteve të Këmbësorisë. Vetëm i kemi validuar 2 regjimente bashkë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Regjimenti i 3 do të validohet këtë vit, ku do të jemi edhe pjesë e një ushtrimi shumë të madh, që është ushtrimi Defender Europe 25, që do të realizohet edhe në vendin tonë dhe përveç që do të jemi vend pritës, do të jemi edhe pjesëmarrës, por edhe do ta kemi këtu një komandë të lartë ushtarake amerikane që do të drejtoj shumicën e aktiviteteve në Ballkanin Perëndimor. Pra, në vitin 2025 këtë vit përfundon faza e dytë dhe fillon faza e tretë e tranzicionit, që nënkupton që po futemi në fazën kur Kosovës, më saktësisht Forca e Sigurisë Kosovës do të nevojiten sisteme më të avancuara të armatimit, gjë që fatmirësisht duke pasur mbështetjen me buxhet në vazhdimsi nga kryeministri dhe qeveria e Republikës së Kosovës, në pjesë të tyre kemi arritur që ta kemi pjesë të Forcës së Sigurisë Kosovës edhe në fazat e mëhershme. Pra, në fazën e dytë ne kemi prokuruar dronët Bayraktar, kemi prokuruar 3 fish më shumë pushk individuale se që kanë qenë të planifikuara për fazën e tretë, sasinë e mjaftueshme të municionit që ka qenë e planifikuar që tjetë në depo tona në vitin 2028, por edhe kemi bërë edhe rekrutim të personelit dhe rritje të infrastrukturës, por edhe bazave të Forcës së Sigurisë Kosovës. Përmendet rekrutimin, si po shkon ky proces për të arritur synimin që keni prej 5.000 ushtarëve aktiv? Apo ecën? Në fakt tani më e kemi kaluar numrin 4.000, besoj që është mbi 4.300 apo 400 pjesëtarë do t'i kemi këtë vit. Pra, edhe në këtë aspekt jemi më herët në kohë, kemi realizuar objektivat edhe më herët se që ka qenë para parë, dhe unë besoj që deri në vitin e ardhshëm ne do ta kemi numrin 5.000 për të kaluar pastaj në pjesën. Po, megjithatë ka pasur disa dilema, nëse mund themi, të pjesëtarët që për shkak të pagave të ulta kanë hezituar të qëndrojnë. A mendoni se do të jetë problem kjo çështje dhe nëse do të jeni sërish ministër, çfarë plane keni për këtë rritjen e pagës? Ne kemi punuar në vazhdimsi në rregullimin e mirëqenies së pjesëtarëve të Forcës së Sigurisë Kosovës. Ka pasur rritje të pagave, po vazhdon të ketë rritje të pagave të gjitha gradave në ushtri. Kemi vazhduar edhe të punojmë në aspektin tjetër, për shembull të pagesës punës jashtë orarit, por edhe të tjera aktivitete që kryejnë pjesëtarët e Forcës së Sigurisë Kosovës. Ministër, vetëm te kjo çështja e mbajtjes së rekrutëve, domethënë të rinj, në Forcën e Sigurisë së Kosovës, a mund të na thoni, sepse këtë që po e thoni tash që do të bëni përpjekje për rritjen e pagës, kjo ka ardhur si rezultat kur keni parë që disa pjesëtarë nuk duan të qëndrojnë aty? Është e vërtetë kjo? Në fakt, kjo ka qenë një trend jo vetëm në Forcën e Sigurisë Kosovës, është një trend pothuajse global, në gjitha ushtritë kanë çështje mbajtjen e personelit. Kjo edhe për shkak që në përgjithësi në botë tani më ka edhe profesione të tjera që janë edhe më atraktive për të rinjt. Mirë, po gjithmonë ushtria është një vend ku nuk është vetëm vend pune, po
ku njeriu mund të kontribuojë për vendin e tij, por edhe mund të përfitojë një uri dhe shkallësi që nuk i fiton në jetën e përditshme dhe që mund të shfrytëzohen për jetën e përditshme. Ne në fushatën e fundit që kemi pasur të rekrutimit, kemi pasur 6 aplikant për një vend, pra ka rritje të interesimit të të rinjve për të qenë pjesë e Forcës së Sigurisë Kosovës, por normalisht më herët kemi pasur edhe dalje, gjithmonë për neve është shqetësuese kur pjesëtarët e Forcës së Sigurisë Kosovës lënë FSK-n, mirë po është lehtësues fakti që këta pjesëtarë po vazhdojnë të kontribuojnë në sfera të ndryshme në shoqërinë e Kosovës. Është sigurisht e rëndësishme, dikush e ka dhe, domethënë, synim edhe dëshirë për të qenë aty, po çfarë beneficione, çfarë benefite ka një ushtar i FSK-s? Normalisht që kemi e thash më herët, ka pasur rritje të pagave, transporti është i rregulluar për gjithë pjesëtarët e Forcës së Sigurisë Kosovës, pjesëtarët e FSK-s nuk kanë nevojë të paguajnë për transport, për shkak që është transport i organizuar për të sjellur nga vendbanimet në vendbazime dhe kjo është rregulluar vitin e kaluar, pra në fillim të vitit të kaluar. Dihet që ushqimi brenda kazermave të FSK-s shërbehet falas për por sa është paga një ushtari? Tani më është minimalja, besoj mbi 600 euro që pjesëtarët e FSK-s të gradës ushtari marrin si pagë mujore. Në kontekstin e ndryshimeve të fundit gjeopolitike, a planifikoni rritjet e buxhetit të mbrojtjes apo masat e tjera për fuqizimin e mbrojtjes? Për të 3 vjet me radhë, buxheti i ndarë për Ministrinë e Mbrojtjes dhe Forcën e Sigurisë së Kosovës ka arritur kuotën e 2% të bruto prodhimit vendor. Pra, vendi ynë është ndër vendet që ka arritur tani më atë që është kërkuar nga administrata e kaluar e Shtetet Bashkuara të Amerikës për arritjen e kuotës 2%, përveç arritjes së kësaj kuote janë bërë edhe investime të tjera shtesë, edhe kemi marrë buxhet shtesë për blerjet e armatimit, mirë po edhe kemi si qeveri kemi shpronsuar prona të ndryshme, edhe kemi edhe në shfrytëzim të Forcës së Sigurisë Kosovës edhe kazerma të reja, gjë që te i kalon pra 2% e investimeve, u gjithmonë duke pas parasysh zhvillimet e sigurisë, vlerësoj që do të ketë rritje të buxhetit, është theksuar edhe nga kryeministri Kurti disa herë që për 4 vjeçarin e ardhshëm është i planifikuar një buxhet mbi 1 miliard euro që të jetë në dispozicion të ushtrisë së Kosovës, mirë po edhe bashkë me partnerët ne do të angazhohemi edhe në sigurimin e donacioneve dhe mënyrave të tjera për të fuqizuar kapacitetet ushtarake të vendit tonë. Sa i përket programit kombëtar për mbrojtje gjithëpërfshirëse, ku keni arritur dhe cilët janë hapat e radhës që do të ndërmeni? Po me 11 shtator të vitit kaluar është miratuar në qeveri, në mbledhjen e qeverisë programi kombëtar për mbrojtjen gjithëpërfshirëse. Është një program që ngjason programeve të tilla që aplikohen në vendet baltike dhe skandinave, është një kombinim pra i tyre i adaptuar për situatën dhe nevojat e vendit tonë. Ne aktualisht jemi duke punuar që të krijojmë një grup punues ndërministror i cili do të fillojë me implementimin e këtij programi dhe që nënkupton që përmes këtij programi ne do të kemi mundësi që çdo qytetari të Republikës së Kosovës të japim rolin në sistemin tonë të mbrojtjes, por gjithashtu edhe të gjitha institucioneve edhe aty në organizatave jo qeveritare që janë të interesuara të japin mundësi që të kontribuojnë për mbrojtjen e vendit tonë. Qytetarët do të kenë mundësi pra të trajnohen, do të kenë mundësi të pajisen dhe do të kenë mundësi që të sistemohen në njësitë që do të krijohen në të ardhmen në mbështetje të Forcës së Sigurisë Kosovës për zbatimin e misionit kushtetues dhe ligjor. Pra, do të punohet gjatë mandatit të ardhshëm qeveris në implementimin e mbrojtjes gjithëpërfshirëse dhe për këtë është adresuar edhe në marrëveshjen, pra në marrëveshjen kornizë që planifikojmë të nënshkruajmë me SHBA-t, është adresuar edhe çështja e mbështetjes së SHBA-ve pikërisht për ndërtimin e qëndrueshmërisë strategjike, qëndrueshmërisë kolektive, që është një ndër element kryesor të mbrojtjes gjithëpërfshirëse. Kur jemi të Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
A vazhdoni të keni mbështetjen e Washingtonit për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri? Po patjetër bile ka avancim në aspektin e mbështetjes që kemi marrë përtej këtij plani gjithëpërfshirës të tranzicionit, ne jemi mbështetur dhe po vazhdojmë të mbështetemi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe në projekte të tjera që lidhen me mbrojtjen dhe sigurinë, më saktësisht pikërisht mbrojtja gjithëpërfshirëse, industria ushtarake, edhe shumë aspekte të tjera që janë jashtë domenit të ushtrisë, por që lidhen me mbrojtjen janë element për cilat po mbështetemi nga SBA-t, duke përfshirë edhe bashkëpunimin ndërkombëtar me qëllim të ndërtimit të kapaciteteve ushtarake. Pra dhe transformimin e FSK-s në ushtri. Patjetër për transformimin vetëm jemi në vazhdimsi në bashkëpunim. Qeveria e Kosovës, minister, ka nënshkruar një marrëveshje me Turqinë për prodhimin e municionit. Kur pritet të hapet kjo fabrikë dhe çfarë saktësisht do të prodhoj? Po bazuar në kontratën që është bërë me kompaninë shtetërore turke MKE, është planifikuar që funksionalizimi i kësaj fabrike të bëhet 18 muaj pas nënshkrimit të kontratës dhe kontrata është nënshkruar në dhjetor të vitit të kaluar, pra në dhjetor të vitit 2024, 18 muaj nga ajo periudhë do të funksionalizohet fabrika e cila do të prodhoj 2 lloje të municioneve fillimisht, do të prodhoj municionet 5.56 dhe 7.62, municionet se cilat janë të domosdoshme për njësitë ushtarake të këmbësorisë, pra për gjithë ata ushtarak që përdorin armët individuale, por edhe armët kolektive duke përfshirë edhe mitralerët, është e domosdoshme ky lloj i municionit. Këto municione do të prodhohen sipas standardeve të NATO-s, pra makineritë që po prodhohen në Turqi për nevojat e kësaj fabrike janë makineri që janë të licencuara sipas standardeve të NATO-s. Ne do ta drejtojmë këtë fabrikë prodhimit të municionit përmes një kompanie publike e cila do të formohet, do të krijohet nga Qeveria e Republikës së Kosovës dhe normalisht që qëllim parësor i prodhimit të këtyre municioneve do të jetë furnizimi i strukturave tona të sigurisë, pra ushtrisë dhe policisë, mirë po pa përjashtuar edhe mundësinë që të eksportojmë këto municione edhe jashtë Republikës së Kosovës. Pasi të kompletohemi ne. Patjetër, na e kemi pra fokus kryesor që të kemi vetëqëndrueshmëri me municione. Municioni është i domosdoshëm, që vetëqëndrueshmëria me municione është e domosdoshme për operacionalitetin e ushtrisë, prandaj fokus do të jetë normalisht furnizimi kapaciteteve tona, por pa përjashtuar edhe mundësinë për eksport. Nga Turqia, kur jemi pra te Turqia dhe marrëveshjet, Kosova ka blerë edhe dron Bayraktar nga ky shtet. Sa është numri tyre që i posedon? Ne kemi një flotë dronëve Bayraktar. Përveç dronëve Bayraktar, ne kemi prokuruar edhe sisteme tjera të flotërake pa pilot, por cilat nuk janë bërë publike dhe po vazhdojmë që të prokurojmë me qëllim që të përmbushim jo vetëm nevojat operacionale të forcës së sigurisë Kosovës, por që të kemi kapacitete të bollshme për çdo ndryshim situate. Sa drone kemi? Ne kemi një flotë të dronëve, pra që në numër nuk do ta sakseja këtu për shkak të ndjeshmërisë së informacionit, mirë po që janë të mjaftueshme për kryerjen e detyrave operacionale të forcës së sigurisë Kosovës. A janë duke u përdorur sot? Po patjetër, ne prej verës së vitit të kaluar jemi duke përdorur dronë, pra jemi duke fluturuar dronët në qiellin e Kosovës për të realizuar edhe operacione vëzhgimi, por edhe për të testuar funksionalitetin e tyre. Ministër, edhe një pyetje tjetër të fundit, ku qëndron Kosova sot sa i përket mbrojtjes dhe sigurisë kombëtare? Normalisht që nëse e krahasojmë Kosovën e para disa viteve, ne jemi në nivel shumë më të lartë në aspektin e kapaciteteve tona për mbrojtje dhe siguri, edhe në policinë e Kosovës, edhe në ushtrinë e Kosovës, janë bërë shumë zhvillime të rëndësishme, jo vetëm në aspektin e personelit, por të pajisjeve, trajnimit, doktrinës, gjë që ka mundësuar që sot Kosova të jetë krejt në nivel tjetër. Unë di që bëhen shumë matje që shpesh nuk janë reale për shkak që në ato matje kanë edhe indikatorë që nuk ndërlidhen me ushtrinë,
e me kapacitetet mbrojtëse, por me terenin, me aspektin geografik, me aspektin e mineraleve dhe kapaciteteve tjera. Mirë po, çka mund të them është që Kosova sot mund të jetë edhe më lartë se disa vende të Ballkanit Perëndimor në aspektin e kapacitetit ushtarok. Dakor, Ministër, të falenderojmë shumë për këto shpjegime dhe përgjigje që dhatë për pyetjet që bëm ne. Ju dëshirojmë suksese në punën që bëni. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, këtu i japim fund kësaj interviste të kësaj jave, deri në intervistat e tjera. Ju falenderojmë për vëmendje dhe bashkë mirupafshim.